Nëse nuk hani mëngjes, mund të vuani nga këto 3 probleme të shëndetit. Një studim konfirmoi se ndonjëherë mos ngrënia e mëngjesit mund të jetë dëm i vërtet për organizmin. Shkencëtarët nga Shkolla e Shëndetit Publik të Universitetit të Harvardit kryen një studim të cilët morën pjesë 26.000 burra mbi moshën 45 vjeç, të cilët nuk kishin probleme serioze shëndetësore. Pasi shkencëtarët shikuan të gjithë faktorët e mundshëm të rrezikut për probleme serioze kardiovaskulare, arritën në përfundimin se anashkalimi i mëngjesit rritën riskun e sulmit në zemër dhe humbjen e jetës edhe nga sëmundjet e rënda të saj me 27%. Në të njëjtën kohë, pjesëmarrësit që hanin më pak mëngjes ishin më të urritur më vonë gjatë ditës, që ndikoi kjo edhe në cilësinë e shëndetit të tyre. Nëse doni që ta anashkaloni mëngjesin, mendoni 2 herë, pasi mund të ndikojë në cilësinë e jetës suaj dhe jo vetëm, edhe në krijimin e komplikacioneve të rënda të shëndetit të zemrës.